Në këtë akt gjykimin e fundit që u shpall nga gjykata kushtetuese, pat shumë çka që e sqaron çështjen për sa i përket ankesës, pra kërkesës që është bërë nga lista serbe. Po megjithatë në Kosovë nuk ndalen interpretimet si politike si juridike. Ju si e keni pa këtë akt gjykim? Po si atë gjykimet paraprake që kanë qenë, për mu kanë qenë qarta. Besoj e shumicën e publikut të Kosovë kanë qenë qarta, po ata që dojnë me bloku, ata që po gjojnë që tojnë qime mve. Gjithë mund është me gjithë në interpretimit si më konvenan, në fund jena dëshmitar që mas intervenimit do më thonë interpretimit provun 56 herë me ba, u shkel kushtetuta 56 herë, prap erdhen pikën 0, edhe tash kë vendim është i qartë. Do më thonë i takon i bazë rregullores kuvendit, vendimi parë i gjykatës kushtetuese e qartëson në mënyrë që janë praktikat parlamentare edhe rregulloria e kuvendit është si kushtetuta janë pjesë përbërëse për një zgjidhjen e një kontestit, këtë rast kryetari ka qenë më herët, tash rast edhe në kryetari, ndarja pej pak ose dy minoriteteve, edhe rregulloria, do më thonë, na po thomë si shoqëri civile, pse na ka ikë, nuk u duhet më da hesh këto, si që ka qenë përpara. Rregulloria 2022-s i ndonë, përpara ka qenë pako janë zgjedh krejt në kryetarët. Edhe pse duhet më da i komuniteti shumicë dhe komuniteti pakicë, kur të nani me kushtetutat e në komunitetet janë barabarta. Edhe kjo puna në kryetarëve, do më thonë, këtu po vrejet që ka qenë i tendencë edhe kur u bëhe rregulloria e re e kuvendit, ka pas tendencë mi da shumicën pej komuniteteve pakic, po prapë se prapa edhe rregulloria qartëson që dyja do të me shku në pako. Tash, demonizimi i listës serbse, ku për neve dhe që për qytetarët, na do të me marrë këtë punë që ata janë parti politike që e përfaqëson komunitetin serb. Nesër më të me qenë një parti tjetër, mas nesër një tjetër. Rasti që mu merë që problemi është partit minoritare, ose i komunitetet pakic nuk qëndron, problemi po dihet, si në blokimin e zgjedhjes kryetarit kuvendit, ashtu edhe tash në kryetarëve, i takon shumicës parlamentare në këtë rast, e cila, siç po shihet, nuk i ka votat për me bë qeveri. Edhe tash, ideja më e mirë është me qeverisë si qeveri kujdestare, vendimet e janë të leshme pa leshme, gjysa institucioneve që përmene disa janë funksionale, nuk ka përgjithësi, nuk ka raportim, nuk ka organ bikëshërës, edhe kjo po funksionan. E shë qeveria ma mbledhe, i merë do vendime shpronësimit, nesër më në të kontestu këtu, prapë se prapë, është të shfrytëzue këtë rastin e qenët qeveri kujdestare, që me i pas avantajën në zgjedhje lokale. E shë që kryeministri, ministrat, gjithë e përdorin atë ende i statusin e vetë pej, që janë të majtë njërë a leshme, a pa leshme, besoj që gjykata ka me vërtetue, nëse që në dikush gjykat, her i deputet, her i minister, her kandidat për komun, edhe tash përdorimi resurseve shtetënore, do me thonë për fushat, që një farë mënyre i konkurenteve politik nuk i qenë pozitat barabartat. Na kena tash edhe kandidat pavarë që kanë konkuruar për kryetar komunav, edhe shë që ata nuk jenë barabart, se nuk kanë resurse shtetënore për mas. Ose ki ekipin që ka që e pagun si këshilltarve, ata përdorin për zgjedhje lokale. Edhe kjo është e dishme që ka pas me ndodhë, për shkak zgjedhjeve që janë majtë njëjtin vit, nuk e ka shumicën, e ka shfrytzuar resurset, kur të mundet për me përfituar naj vot, ose naj komun, tash do t'jemi dëshmitari jo vend tjetër ku ma zgjedhet, që në fund me ditë a ka pas sukses kjo, apo ju. Aja që është me rëndësi është që Kosova, si shtet, o të hupë. Do me thonë, na e kena jo funksional një qeveri, kujdestare, si e ka qujtur ma shumë ndoshta ambasada amerikane në atë letrën, jemi në sankcione prej Bashkimit Evropian, jemi në ndalën bisedime strategjike, ishëm gjatë ty në vditeve dëshmitar që Maqedonia e Veriut ju ja ke vizat krejt, kalmut me na e ke dhe neve. Jo për diçka, po është na kena në komunitet që jeton në Amerikë, që kjo lëvizja lirë e pom na kërë ja ke vizat Schengen, që mënyra e lëvizjes, vizitat kanë rëndësi të veçantë, edhe kjo është dikush po e merr që nuk ka asgjë, po sipas meje unë mendoj që ndalja e bisedimeve strategjike Kosovës me Shtetet Bashkuara është një regres, që tash jemi në një pozitë se dikur kemi qenë pozitë më të keqe. EU-ja nuk jemi të e hupë si ekonomi, sipas në raportit të një organizatë shoqëri civile, dikon gjatë 2 vjetet që u bë, i kemi hupë dikon
700 milion euro investime, por në ekonomi si Kosova, që i bjen me hup në ditë 1 milion investime, është shumë e madhe. Kur dihet, tash e shohim që ministrat në detyrë ose kujdestar thojmë që kena pas në zhvillim ekonomik këtë 3 mujorin, me thonë ma mirë ka thonë mos me konë jo heq detyrë, se zhvillimi ekonomik po ecë në qenet jo kujdestar, pa ba kur fana investimet kapitale në nivelin qendror, ato që e kanë të vazhdueshme. Shumica e për shkak ligji për qeveritë, dhe ne ka votu kjo qeveri, e cekë që edhe pozitat zyrtare, veç ato që janë kry ma herët, do me thonë, këta qenet qeveri kujdestare i kanë 2-3, i kanë emru disa sekretar, përgjithshëm i kanë emru e drejtorin në administratës tatimore, tash mundet me ndodhë që kjo shumicë mundet me qeni shumicë tjetër mas konstitutimit parlamentit, edhe aje shumica tjetër mundet me anisë, që e kanë bo këta, mi shkarku këta, edhe na si Kosovë jena të hupë, për arsye se kena shumicën institucione me ushtrus detyre, është një vendim i Gjykatës Supreme për 2 agjencionet pavarura, që janë me ushtrus detyre ma shumë se 2 vjetë, që vendimet e tyne i ka shpallë si pavleshme. Tash është pyetja që kërkush për banë ajtë drejtori ose ushtrus i detyre si në nënshkruan edhe pagat. Nëse është e pavleshëm një vendim i cili një mënyre është për reorganizimin e venet punës, do me thonë se cilë vendim i tina, i qatina institucionit, është i paleshëm. Do me thonë ata u du me shku shutdown, që është qeveria Amerikane, as paga, as kur gjatë. Faktikisht kemi ardhë me një shumicë e cila ka udhëheq Kosovën për 4 vjetë, tash po hen vitin e 5, me një shumicë absolute, që ka pasi jemi dëshmitar para 2 vjetë, vetëm në 5 gosht 2023, sa të 4, në doket 35 ligje për një dit i ka votu, do me thonë ka pas forcë politike, do me thonë pa negociata, nuk ka i qenë gjendje që spaku me arë në një pozit që një institucionet caktume për 2 vjetë nuk ka mujtë me zgjedhë një drejtar. Edhe qaja për i kushton që ati në institucionit, tash dikush mundet me pa dit, edhe ajo është nëse Gjykata Supreme ka vendosë që një vendim i ati drejtor ushtruesit detyres, ose zavencues tash e ka qujnë këtë zgjedhjen e rej, ka qenë jo ligjor, do me thonë këtë vendimet e tina është edhe në nënshkrimi pagave jo ligjor, edhe se cilë shpenzim i vogël. Faleminderit, një përmbledhje pas krejt kësaj që lidhet edhe me mënyrën se si është duke kaluar vendi përmes një krize që po mundohet zgjidhet më shumë përmes gjykatës kushtetuese. Ky akt gjykim që doli zoti Shala, si e keni pa këtë akt gjykim, a është vendimi i qartë? Fillimisht do të më theksu se ne aktualisht e kemi vetëm njoftimin e gjykatës kushtetuese dhe jo dhe akt gjykimin e plot, dhe që njësër çështjesh përkitazi me dispozitivin e këtij vendimi mbeten për të parë në mënyrën se si ka përcaktuar dhe standardet që i ka ndërtuar gjykata kushtetuese në arsyetimin e vendimit. Përkundërse është e qartë se dispozitivi është pjesa kryesore e akt gjykimit dhe i cili dispozitiv është publikuar në njoftimin e gjykatës kushtetuese.